Presidenti serb Aleksandar Vučić i është përgjigjur zëdhënëses ruse Maria Zakharova nga valët e radio-televizionit shtetëror serb. Unë respektoj dhe e dua popullin rus, por nuk mund t'i lejoj vetes atë që Zakharova ja lejoj vetes të flasë në mënyrë emocionale. Prita të kalonte një ditë e gjysmë, dje do të kisha reaguar më dhunshëm. Zakharova foli për armatimet dhe nuk tha asgjë të re. U shpreh Vučić. Ky i fundit tregoi sot publikisht për herë të parë se kishte negociuar kontrata afatgjata për shitje armësh me disa shtete europiane. 5 vite më parë unë po negocioja me europianët që ata të blinin armatime dhe municione serbe bazuar në kontrata të sigurta për 10-20 vite. Atëherë nuk ishte as luftë në Ukrainë, nuk ishte asgjë. Ai pranon faktin se Serbia ka eksportuar armë dhe municione kryesisht këmbësorie, por jo drejt Ukrainës. Ata po na thonë se nuk mund të eksportojmë armë në asnjë vend të BE-s, madje as në rajon. Sepse që nga problem kur japim barut Bosnjë Hercegovinës. Deri më tani kemi dhënë 5 ose 6 lekë eksporti dhe bëhet fjalë kryesisht për municione këmbësorie. Ne kontrollojmë rreptësisht se ku shkojnë këto armatime e municione. Vučić i përmend zëdhënëses ruse dhe faktin se vetëm Serbia ka media ruse në territorin e saj. Ai u kritikua ashpër nga komisionerja Marta Kos, se ka qenë si në Moskë ashtu edhe në Pekin. Marta Kos dhe të gjithë të tjerët më kritikojnë që shkojnë në Moskë e Pekin. Mos u zemroni miq të dashur në lindje dhe perëndim, por detyra ime është të kujdesem për interesat e Serbisë. Mundohem të jemi drejtë dhe miqësor me të gjithë. Rruga jonë është rruga e neutralitetit ushtarak, paqes, mos ndërhyrjes, mos pjesëmarrjes në konflikte. Nuk duam që t'jemi kukulla të asnjë ane. Duam që t'jemi vetvetja, pavarësisht presionit që na kanoset nga të gjitha anët. Duke u referuar marrëveshjes që kryeministri hungarez Viktor Orban arriti me presidentin Trump, Vučić tha se do t'i kërkonte Washingtonit që ta përjashtonte Serbinë për një periudhë prej 1, 2 apo 3 muajsh nga sanksionet për eksportin e naftës dhe gazit rus, pasi situata energjetike ishte e rëndë.